Të pakënaqur me shumën që përfitohet, eksperti i pensioneve sqaron procedurën, ja hapat që duhet të ndjekin qytetarët. Në një emision televiziv ishte i ftuar eksperti i pensioneve Kujtim Hoxha, i cili foli në lidhje me problematikat me shifrat për dalje në pension, qoftë me njohjen e viteve të punës, ashtu edhe shifrën përfundimtare që përfitohet. Ai ka sqaruar procedurën të cilën qytetarët mund të ndjekin në rastet kur nuk janë të kënaqur dhe kanë pretendime mbi shumën të cilën duhet të përfitojnë. Qytetari, sipas legjislacionit shqiptar, ka të drejtën e një ankimimi administrativ, fillimisht në degën e përfitimeve, që shqyrton kërkesën e qytetarit për shqetësimit në lidhje me masën e përfitimit të pensionit. Nëse dega i kthen përgjigje negative, qytetari ka të drejtë të ankimojë në Komisionin Rajonal të Ankimimit. Në rastin që edhe ky hap nuk zgjidh problematikën, duhet të ankimojë në Komisionin Qendror të Ankimimit, ku analizohet përgjigja e marrë deri tani nga qytetari dhe se si janë ndjekur procedurat. Brenda 35 ditësh kthen përgjigje qytetarit. Nëse qytetari ka të drejtë, ankimimi i kthehet shkallës më të ulët. Nëse edhe Komisioni Qendror kthen përgjigje negative, qytetari ka të drejtë me kërkesë padi t'i drejtohet gjykatës për të zgjidhur këtë problem në rrugë gjyqësore, tha ai.